Shkatërimi i popullit të Medjenit. Fjalët e fundit që ata do të dëgjonin ndonjëherë ishin ato të pejgamberit Shuaib alayhis salam. Menjëherë pas kësaj erdhi ndëshkimi i krijuesit. Populli i Medjenit u godit papritur nga një tërmet i fuqishëm. Shtëpitë u shembën dhe rrugët u kthyen në rënoja. Të gjithë ishin në panik, pa ditur çfarë të bënin. Pastaj pasoi një zë i tmerrshëm, ishte aq i fortë sa njerëzit ranë për tokë aty ku ishin. Kjo katastrofë shkatroi plotësisht popullin e Medjenit. Kurani e përshkruan këtë moment. Pastaj tërmeti i goditi ata dhe ata mbetën të vdekur në shtëpitë e tyre, të shtrirë me fytyrë poshtë. Surja Hud, ajeti 94. Keqbërësit u kapen nga një zë i fuqishëm dhe ranë pa jetë në shtëpitë e tyre, sikur të mos kishin jetuar kurrë aty. Surja Hud 94. Por Shuaibi alayhis salam dhe ata që besuan me të, u shpëtuan me mëshirën e Allahut. Pas shkatrimit, Shuaibi u tha njerëzve të tij: "O popull im, unë ju përsolla mesazhet e Zotit tim dhe ju vash këshilla të mira. Prandaj pse duhet të ndjej keqardhje për një popull që nuk beson?" Surja Araf. Shkatrimi i popullit të Medjenit u bë një paralajmërim në histori, ashtu si shkatrimi i kombeve të tjera që e kundërshtuan Zotin e plotfuqishëm dhe i mohuan pejgamberët e tyre.